kapitulli 2 dhe paragrafi 24. Filipianët, kapitulli 2, paragrafi 24. Dhe kam besim të Zoti, pra Filipianët kapitulli 2, paragrafi 24. Dhe kam besim të Zoti që dhe unë do të vi së shpejti, por mu duke nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vëllain tim dhe bashkëpunëtorin e bashkëluftarin tim që ma patët dërguar si shërbenjës në nevojat e mia, sepse kishte shumë mall për ju të gjithë dhe ishte shumë i vrarë, sepse kishit dëgjuar se ishte i sëmur. Edhe vërtet, ai që i sëmur gati për vdekje, për Perëndia pati mëshirë për të, dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim mbi trishtim. Për këtë arsye jo dërgova me aq më ngut, që ju kur të shihni përsëri të gëzoheni dhe unë të kem më pak trishtim. Priteni pra me gëzim të madh në Zotin dhe nderoni të tillë njerëz si ai, sepse për veprën e Krishtit, ai që shumë afër vdekjes, duke e vënë në rrezik jetën e vet për të përmbushur zbraztësitë e shërbesës tuaj ndaj meje. Pali e prezanton Epafroditin tek vëllezërit e tij tek Filipianët, një vëlla i veçantë, i cili nuk e dim nëse është peshkop, dhjak, nuk na thot një gjë të tillë fjala e Perëndisë të paktën këtu, por ky vëlla ka një karakteristikë të veçantë, ku ftohemi që ta kemi edhe të gjithë ne me hirin e Krishtit. Ishte për Palin, sikur se lexoj tek paragrafi 25, thot ishte bashkëpunëtor dhe bashkëluftar, e quan Pali Epafroditin. Do me thënë bashkëpunëtor, pra punonim së bashku dhe luftonim së bashku. Shërbente Epafroditi dhe luftonte. A ju kujtohet se çfarë tha kryetari i qindshës Zotit kur ju afrua se shërbëtori i tij ishte i sëmur dhe i thot Jezusi po vi për ta shëruar shërbëtorin tënd. Kurse kryetari i qindshës, ky komandant, thot nuk jam i denjtë të vish ti o Krisht në shtëpinë time, por thjesht thuaj një fjalë nga distanca, nga larg. Sepse fjala e Krishtit ka pushtet. Besoj se fjala jote ka pushtet o Zot. Dhe unë, me të vërtet, nga që kam pushtet si oficer që jam, kam ushtar dhe kam edhe shërbëtor që më shërbejnë. Kam ushtar që ju them shkoni dhe shkojnë, dhe kam edhe shërbëtor që ju them bëje këtë dhe e bëjnë. Dhe në qoftë se njerëzit e kësaj bote dhe ushtarët të kësaj bote me të vërtet dhe të mëdhenjtë të kësaj bote kanë ushtar dhe shërbëtor, kështu është edhe Zoti. Dhe Zoti ka ushtar, ka dhe shërbëtor të tij. Dhe mundësisht Pali e dëshmon këtë dhe thotë se Epafroditi është bashkëluftar me mua. Tjetër kund do të shohim Kornelin e njohur tek Veprat e Apostujve, i cili kur erdhi ai vegim dhe lajmi i Perëndisë që të dërgoj shërbëtor në Jop për të thirrur Pietrin, dërgoi thot 2 nga shërbëtorët e vet dhe një ushtar me ta. Pra kishte dhe ai shërbëtor dhe ushtar, dhe i qënte së bashku shërbëtorët me ushtarët. Kurse në letrën drejtuar Filimonit, apostulli Paul do të flasë dhe do të thot për Akripit se është bashkëluftar me mua. I biri Filimonit ishte Akripi, i cili aty e quan fjala e Perëndisë bashkëluftëtar, i thot apostulli Paul, bashkëluftëtar, sepse lufton në betejat e Zotit. Te Kolosianët, në fund të letrës së Kolosianëve, duke ju drejtuar përsëri Akripit, thot thuani Akripit, porositeni atë që ta bëj të plot veprën dhe shërbesën e tij. Do më thënë, e harroj, e la në një anë, mos val e ke lënë pas dore shërbesën që të ka dhënë Zoti. Apostulli Paul, pra Akripit, nuk
i tërhoqi vëmendjen, por i thot ki kujdes që ta bësh të plot veprën dhe shërbesën që ke marrë nga Perëndia. Këtë pra që të ka vend Zoti të bësh, këtë talent që të ka vend Zoti të shërbesh. Pra kujdes ta bësh dhe që ta kompletosh. Por edhe Akripi ishte shërbëtor dhe ishte edhe ushtar. Edhe këtu Epafroditi e shohim se si mendon Pali ta dërgoj tek vëllezërit e tij në Filipet, që është kavalla e sotshme, vetë filipianët e kishin dërguar aty ku ishte Pali që t'i shërbej. Sikur se na thot në paragrafin e 30, sepse vetë filipianët nuk mund t'i shërbenin Palit si shërbëtor të Zotit dhe i dërguan Epafroditin. Por Epafroditi ishte i dërguar nga filipianët, shërbëtor që i shërbej nevojave të mia, thot Pali. Pra së pari e pranoi misionin e tij, pra pranoi që të shkoj të shërbej, i thanë vëllezërit të shkosh pranë Pali që ti shërbesh dhe tha amen. Sa zemër e bukur e Epafroditit. Kështu është shërbëtori. Shërbëtori amin tha, nuk tha tani jo kam këtë për të bërë tjetrën, por ja, do të shkoj tha. Dhe jo vetëm kjo, por pasi shërbej, thot, i dërguar për jush, i shërbej nevojave të mia. Dhe më thënë, nevojat që kishte Pali, mund të Epafroditi që ti shërbej, ti mbuloj më falni. Shif pra të lutem, çfarë talentit të ka dhënë Zoti, me të cilën mund të shërbesh dhe të mbulosh nevojat e vëllezërve. Këtë don Perëndia. Kështu është shërbëtori. Dhe nga që thot kishte dëshirë dhe ju donte të gjithëve ju, i donte të gjithë vëllezërit, ndërsa ishte larg kishës për veprën e Perëndisë ishte, por kishte i mungonin vëllezërit e tij. Çfarë bën motra Kyriakula, do të thoja unë, do të thonte ai njeri. Sa më mungon motra. Ja, fantazoni për çfarë bën vëlla Vangjeli, kemi kaq kohë pa e parë. Ku, si është Vangjeli? Erdhi sot vëlla, sa gëzim që kemi, erdhi vëlla Vangjeli. Aleluja. Dhe mshuri dhe dashuri për kishën nuk është Epafroditi, por është fryma e shenjtë vëllezër dhe motra, se është njeri i lutjes, është njeri i gjunjëvet, është njeri që e din që të shkojë në qiell duhet të shërbej, por nga që i don vëllezërit duhet të shërbej dhe ka marrë vendim që të jap veten e tij në veprën e Zotit. Nuk mendon për shpenzimet, çfarë do të thojnë të tjerët, që mund ta përçmojnë, ta tallen, çfarë do të bëj këndej apo andej, Zoti do t'i bëj. Aleluja. Dhe u mërzit. Ma përse u mërzit Epafrodit? Ja dëgjoni se përse u mërzit. U mërzit se nuk ja doli me kursin e vrës, apo se nuk i shtuan rrogën mujore, apo se nuk ka telefonin markën e fundit. Për çau mërzit? Vëllezër dhe motra na thot këtu, u mërzit se e mësuan vëllezërit se ishte i sëmur dhe mundësisht u sëmur për vdekje. Dhe të mund të thotë Zotën për veprën tënde po shërbej dhe u sëmura gati për vdekje, nuk e vuri me Perëndin. Zoti të na jap zemra të tilla, sikur është edhe për ne vëllezër dhe motra, një shembull ky. Dhe nga që u mërzitën vëllezërit që u sëmur deri në vdekje, u mërzit sepse morën vesh vëllezërit. A mërzitesh kur mërzitën vëllezërit? Qajnë kur qajnë vëllezërit? Dhemb zemra jon në lutjen së pari, vëllezër dhe motra. Dhe pastaj këtu, kur t'i shohim që t'ju vije keq të mërziten, kur kanë dhembje, kur të vinë këtu përpara të kërkojnë shërim nga Zoti, dhemb zemra jon. Dhe nëse s'kan dhembje të përbrendshme tona, t'i kërkojmë Zotit dhembje të na japë dhembshuri, më falni. Dhembshuri për vëllezër dhe për njëri tjetrin. Mjafton që t'ja kërkojmë Zotit, sepse ndryshe s'do t'na jape, nuk mund të na japën nëse nuk ja kërkojmë. Dhe mundësisht t'ja kërkojmë gjithnjë dhe të kërkojmë që të shërbejmë kështu vëllezërve. Pra, bashk luftëtar dhe bashk punëtor. Pra vepër të Perëndisë dhe shërbes. Por që të jem një ushtar i mirë i Perëndisë, do të shohim dy karakteristika. Lexojmë pak tek
Karakteristika e parë, sepse këtu tani pasi kemi kuptuar sa rëndësishme është që të jem ushtar dhe bashkëpunëtor, duhet të shoh se si ushtar çfarë do të kem. Thot tek letra 2 e Timoteut, kapitulli 2, paragrafi 3. Ti pra duro pjesën tënde të vuajtjeve si një ushtar i mirë i Jezu Krishtit. More vendim që të jesh ushtar, dhe modësisht këtu na thot si një ushtar i mirë, sepse ka edhe ushtar të keq, mbase ka. Këtu thot si ushtar i mirë. Ta dish se do të vuash. Ta dish këtë. Unë po ta themi, thot Pali. Dhe ne çfarë themi? Amen o Zot, na ndihmo. Na ndihmo o Zot. Nuk është lufta jon ose betejë jon që të jemi i shtrirë, apo të mos kem gjunjë, apo të mos studioj fjalën e Zotit, të mos kërkoj Zotin, të mos vinë në kish. Por lufta na thot Zoti se në luftë do të vuash dhe atëherë do të jesh ushtar i mirë. Mundësisht tek paragrafi 10 thot Apostulli Paul, prandaj unë i duroj të gjitha për shkak të zgjedhurvet. Për shkak të kishës i duroj të gjitha. Dhe ti, o bir Timote, sikur ti thoshte mund të jesh i vogël, por nuk prish punë, sepse Perëndia nuk shef moshën, sikur se tham, as a je mashkull apo femër, apo çfarë ngjyre të ke, por mjafton të vesh veten tënde dhe të thuash se o Zot, unë jam ushtar i yt, dhe për këtë do ta dish se do të vuash. Dhe përfundimisht të gjitha këto që bota na mbush, pra që është mëkati dhe shqetësimet e kësaj jete, duhet që ti heqesh, duhet ti largosh prej tejet. Kjo është vuajtja jon dhe kryqi jon, kjo është betejë jon dhe lufta jon, vëllezër dhe motra. Tek letra e parë e Timoteut, në kapitullin e parë, karakteristika e dytë, thot tek paragrafi 18 Pali, përsëri Timoteut, thot po të besoj këtë detyrë o Timoteu, birë sipas profecive që u bën më parë në ty, që sipas tyre të bësh luftën e mirë, duke pasur besim në ndërgjegjet, duke pasur besim dhe ndërgjegje të mirë, sepse disa duke u hedhur poshtë u bën lundërthyre në besim. Pra, cila është kjo që të jesh ushtar i mirë? Që të kesh besim dhe ndërgjegje të pastër, besim në fjalën e Perëndisë, se besoj se fjala e Perëndisë është e vërtetë dhe se vepron, besim. Se çfarë ka thënë Perëndia është e vërteta, dhe çdo premtim që ka thënë është e vërteta. Besim në fjalën e Perëndisë, besim në Zotin ton, se të gjitha sa shkruan në fjalën e tij është e vërteta. Dhe ndërgjegje të pastër. Nuk dua që ndërgjegja ime të mos më dënoj. Nuk dua që të infektohet, të njolloset, më falni. Qoftë përpara Perëndisë, qoftë përpara vëllezërve. Dua që ndërgjegja ime të jetë gjithmonë e pastër. Tjetërkund na thot fjala e Perëndisë, e shejtëruar ndërgjegja me anë të gjakut të Krishtit. Pra mos e le të ligun të njollos emrin e Zotit në zemrën tënde. Mos lejo të ligun të njollos vëllezërit në zemrën tënde. Kush të flas kundër vëllezërve të thuaj shporru djall prej meje, se djalli është ai që është akuzues. Dhe nëse njeriu bie në këtë, lutu që Zoti ta kthej në vete. Djalli është paditësi. Kush është mbrojtësi i vëllezërve ton? Është Jezusi. Për këtë arsye dhe ti dhe unë, nëse kam diçka me ndonjë vëlla, ta dish se mbrojtësi i tij është Jezu Krishti. Na intereson, pra do të thoja nga ana njerëzore, që të jemi të gjithë vëllezërit të dashur, të mos ketë asnjë ndarje mes njëri tjetrit. Akoma edhe në qoftë se dikush na ka bërë të padrejtë, nëse mendojmë sepse më të shumta të bëjmë gabim, mendojmë se na ka bërë të padrejtë. Sa të padrejta kemi bërë ne përpara Perëndisë, vëllezër, përpara të tjerëve, çfarë librash të hapen tani dhe të lexojmë nga ato që dim, apo sa nga ato që nuk i dim fare. Për këtë arsye më mirë të i falim të gjithë,
të jemi ushtarë të mirë, si duke mbartur, ashtu sikur se thot tek Efesianët, armatimin e Perëndisë. Zë ta lexojmë tani tek Efesianët, kapitulli 6, që na thot për armatimin e Perëndisë. Do të kemi një armatim. Ky armatim është gati për të gjithë ne. Dini diçka, por është e varur në një mur. Kjo është fatkeqësisht. Nuk vjen kështu Perëndia të na e vëj armatimin, por ne do të shkojmë ta marrim nga dollapi, nga aty ku është e varur dhe ta vëmë në trupin ton. Ne duhet të ngjeshim hijet tona me të vërtetën, që se nuk studioj fjalën e Perëndisë, e kam lënë atje brezin dhe nuk jam ngjeshur me te. Për krenaren e drejtësisë të vëm në këmbët tona këpucët me përgatitjen e ungjilltarit të paqes dhe ke beteja në jetën tënde, ke vështirësitë tua, ke zëra të ndryshëm në jetën tënde, në familjen tënde, sepse i ke lënë këpucët frymërore atje në dollapin e këpucëve dhe nuk i ke mbathur. Pra, në të gjitha mbani mburojen e besimit, me anë të cilët mund të shuani me mburojen shigjetat të ligut. Vjen i ligu të godet dhe i merr shigjetat e tia, sepse nuk e ke mburojen që të mbrohesh prej tyre, që të mos prekën. Dhe në fund të marrim dhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës është fjala e Perëndisë. E them përsëri, armatimi është gati që të bëjmë ushtar i mirë, sikur lexuam dhe tham, dhe të bëjmë luftëtar i mirë, të luftoj. Kam nevojë për armatimin e Perëndisë. Pra ne ka të gjitha gati Perëndia. Por tani po të shkojmë të shohim edhe tek shërbëtorët, sepse edhe për shërbëtorët na thot fjala e Perëndisë që të jem shërbëtor i mirë, duhet çfarë? Tek Timoteu 2, kapitulli 3, paragrafi 16. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia. I gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia dhe dobishëm për mësim, bindjen, drejtësi dhe për edukim me drejtësi, që njeriu i Perëndisë të jetë i përkryer tërësisht i pajisur për çdo vepër të mirë. Pra i përgatitur për çdo vepër të mirë. Kështu e thot. Ky është që të shërbesh. Po për unë dua të shërbej, dua të bëj diçka në kish, në jetën time. Vazhdo nga studimi i fjalës të Perëndisë dhe kështu do të jesh i përgatitur që të mund të shërbesh. Kurse te Galatët thot edhe diçka tjetër. Te Galatësit thot apostulli Paul në kapitullin e 5, paragrafi 15. Paragrafi 13, sepse ju vëllezër u thirrët në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri si t'i shërbeni njeri tjetrit. Pra, me anë të dashurisë t'i shërbeni njeri tjetrit. Do më thënë është nevojshme që të shërbej në kish, të shërbej vëllezërve, të ngrej muret e Jeruzalemit, duhet të kem dashuri në zemër. Dhe kemi thënë shumë herë vëllezër dhe motra se dashuria nuk mund të jetë në zemrat tona veçse nëpërmjet frymës të shenjtë. Nëse nuk mbushim me frymën e shenjtë, nëse nuk mbushim me qiell në orën e lutjes, nëse nuk qëndrojmë në gjunjë që të më mbushë Zoti me frymën e shenjtë, të ngjitem në malin e shenjtë, nuk mund të mbushim me dashuri. Dhe dini se ka shumë doktrina dhe besime fetare në këtë botë që duan të deklarojnë tek i krishteri se s'është nevoja të bësh edhe shumë. Një lutje të vogël, pak të lexosh fjalën e Zotit, pak të shkosh në kishë dhe do të jesh i krishter. Bëj edhe gjëra që bën bota, jo. Krishterimi i shkrimit nuk është kështu. Nuk na thot një gjë të tillë fjala e Zotit. Fjala e Zotit na thot që të shërbejmë dhe që të luftojmë. Këtë na thot fjala. Të shërbejmë dhe të luftojmë. Dhe nëse nuk i marr armët që më jep Zoti, si do të dal në luftë dhe si do të shërbej? Është ora tek Agjeu tani,
për të shërbyer. Hagai është këtu, vjen të thot një sekret nëpërmjet frymës të shenjtë. Thot në kapitullin e 2, paragrafi 4, libri i profetit Hagai. Dhe tani ji i fort Jeruzabel, thot Zoti. Ji i fort Jozeu, biri i Jehocadokut, kryeprift. Ji i fort, o mbar populli i vendit, thot Zoti, dhe hyni punë, sepse unë jam me ju, thot Zoti i ushtrivet. Si pas fjalës së beslidhjes që lidhe me ju kur dolet nga Egjipti, kështu fryma ime qëndron midis jush, mos kini frikë. Po, forcohu, thot Perëndia, po merr forcë, mos pak, mos shef dobësinë tënde. Por fryma ime do të jetë me ju, do të qëndroj fryma ime me ju, thot, aleluja, dhe për këtë arsye mos kini frikë. Dhe kështu do të mund të shërbej popullit të Perëndis, mund të bëhem shërbëtor i vëllezërve. Kujtojmë sigurisht që shërbëtori i parë ishte Zoti jon Jezu Krisht, ai vetë. Por të shtojmë pak edhe pas tërtim, ta shohim tek Timoteu 2, një paragraf shumë të bukur që ka të bëjë se si njeriu i Perëndis përgatitet për shërbes. Thot në kapitullin e 2, paragrafi 20. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë për jari dhe argjendi, por edhe për druri dhe balte, disa për të nderuar, të tjera për të mos nderuar. Dhe shikoni tani. Pra në qoftë se dikush pastrohet nga këto gjëra, do të jetë një enë nderi e shejtëruar dhe e dobishme për Zotin, e përgatitur për çdo vepër të mirë. Aleluja. Pra duke përmbledhur tani vëllezër dhe motra, duhet që në këto kohë të fundit të na bëj Perëndia sipas me dëshirën tonë, patjetër, me vullnetin tonë, shërbëtor dhe luftëtar, nga njëra anë të shërbej dhe nga ana tjetër të luftoj. Amen, vëllezër dhe motra. Është e nevojshme, vëllezër dhe motra, e domosdoshme. Ndryshe nuk do të mund të kundërshtojmë dhe nuk e dim të kundërshtojmë të ligut dhe nuk e dim se ditë për ditë nuk ne dim se çfarë na pret e nesërmja, por të jemi gjithmonë gati për betejë. Na përgatit fryma e shenjtë dhe njëkohësisht bashkë me betejat të kemi edhe shërbesën. Të jemi një shërbëtor i mirë si të shërbej. Derisa kam pastruar veten time nga të gjitha ato pislleqet që mund të ketë në zemrën time, në trupin tim, në mënyrë që të jem një vegël e zgjedhur, të jem ushqyer dhe të ushqehem me fjalën e Perëndis, që Perëndia të më përgatisë për çdo vepër të mirë, dhe nga ana tjetër si do të bëhen këto nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe si do të luftoj? Si do të jem një ushtar i mirë që të mos humbas besimin tim dhe ndërgjegjen time të pastër ndaj vëllezërve? Dhe si të heq mbi veten time mëkatet dhe shqetësimet e kësaj jetet që na kanë qarkuar të gjithëve në jetë dhe na troket tek dera rreziku? Si do të bëhet kjo? Vetëm kur të veshi armatimin e Perëndis. Na i ka thënë të gjitha Perëndia. Të gjitha na i ka thënë. Tani vendimi është joni. Për këtë arsye, fjala e Zotit na thot: përparo, mos pak dhe ka për të bekuar Perëndia. Amen.